Po, pikë së pari, sepse ajo është një zyrtare e lartë e Bashkimit Evropian, ka qenë një nga tre personat që vendos në politikën e Komisionit Evropian, dhe normalisht drejtësia në Belgjik funksionon dhe për shifra modeste dhe jo për shifrat që kemi në Shqipëri të abuzimit që kolegët do flasin më vonë. Kemi padyshim një abuzim të stilit italian të abuzimit, pra të trukimit atyre tenderave apo atyre letrave për këtë akademin e zyrtarëve, Akademinë Diplomatike të Bashkimit Evropian, ku ajo kishte fituar një tender, po nga vetë Bashkimi Evropian për rreth 900.000 euro. Por, mendoj që është më shumë se kaq. Mendoj që kemi të bëjmë me një çmundtim të një fryme, të një qarku që ka komanduar Bashkimin Evropian prej vitesh, që ka qenë Internacionalja Socialiste, pra ajo pjesë e Internacionalja Socialiste që bashkë me Antonio Coston dhe me shumë figura tjera kishin zaptuar pozicionet të caktuara dhe mendoj që aty kemi një çmundtim përtej abuzimit që kanë gjetur prokuroria belge